Aeroporti i Vlorës përfaqëson pikë kritike të sovranitetit dhe sigurisë kombëtare, objekt ndaj të cilit shteti ushtron kompetenca të plota, mbikëqyrëse dhe rregullatore. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi dha në këtë formë qëndrimin zyrtar të qeverisë shqiptare për situatën e krijuar në aeroportin e Vlorës, duke paralajmëruar se bllokimi i tij nuk është thjesht çështje biznesi privat, por çështje e interesit publik dhe shtetëror, për çka paralajmëroi penalitete. Bllokimi fizik i kantierit, konfliktet gjyqësore ndërmjet aksionarëve, shkeljet kontraktore, akuzat penale kanë shkaktuar vonesa kritike dhe dëm reputacional ndaj projektit. Kjo sjellje nuk do të tolerohet dhe shteti do shfrytëzojë gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore. Teksa e konsideroi cënim të imazhit të vendit dhe veprës në fjalë, theksoi se do të zbatohen të gjitha klauzolat dhe se aeroporti do të përfundojë pavarësisht gjithçkaje. Ministria ka ndjekur hapet e nevojshëm ligjor për garantimin e të drejtave të saj kontraktore dhe është e përgatitur të përdorë instrumentat e mëvonshëm kontraktore, përfshirë aktivizimin e çdo klauzole në kontratë për të siguruar që aeroporti i Vlorës të hapet dhe të operojë sipas afateve të detyrueshme. Për portin e ri në Porto Romano paralajmëroi zgjidhje shumë shpejt. Ne jemi në komunikim të brendshëm të vazhdueshëm, do të japim një zgjidhje në mënyrë shumë të shpejtë, jemi duke bërë bashkëpunim përsëri shumë intensiv me konsulentin Royal Haskoning. Zbuloi dhe synimet për rigjallërimin e hekurudhës. Brenda vitit 2027 patjetër që do kemi vijën e parë hekurudhore funksionale në Shqipëri. Brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Ballre.